Në këto ditë të nxehta të korrikut, kur temperaturat po arrin muajet ekstreme dhe uji i pishëm është jo thjesht një drejtë elementare, por një kusht mbijetese, mijëra familje shkodrane po përjetojnë një makt vërtet. Prej 2 ditësh qytetarët kanë mbetur pa pikë ujë në qezma. Ndërsa në ato pak zona ku furnizimi është kthyer nga robineti rrjedh vetëm ujë turbullt, i ndotur dhe plotësisht i papërdorshëm, që rrezikon drejt për drejt shëndetin e tyre. Kjo është një skenë e turpshme për qytetin tonë. Shkodra, rajoni më i pasur në gjithë Shqipërinë me burime ujore, po vuan për ujë të pishëm si të ishte në mes shkretirës. E gjithë kjo dëshmon pafsinë, neglizhencën dhe braktisjen totale që pushteti vendor të shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve po bën qytetarëve të Shkodrës. Mbi 20 milionë euro të pretenduara si investime ndër vite, por rezultati është zero. Ku kanë shkuar këto para? Pse Shkodra vazhdon të përballet me ndërprerje drastike të ujit pikërisht në kulmin e vallës Verës? Mungesë furnizimi stekatoror në shumicën e lagjeve dhe braktisje totale të lagjeve periferike dhe fshatrave, të cilat nuk kanë parë asnjë investim serioz. Cilësi katastrofike e ujit i cili shpesh vjen me balë dhe me mbetje. Çmimi i ujit është rrit 37.5%, ndërsa me ardhmën e drejtimit të ri të bashkisë, barra mbi qytetarin është rënduar akoma dhe më shumë. 3 vite më parë, një lidhje e re kontrate kryhej si shërbim falas nga bashkia, ndërsa sot qytetarët detyrohen të paguajnë 100.000 lekë të vjetra. Po ashtu, çdo dëmtim apo amortizim i macit i faturohet abonuesit. Kjo nuk është mbështetje për qytetarët. Sot ne i drejtohemi publikisht me këtë pyetje shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime të bashkisë Shkodër. Kur do të rikthehet furnizimi normal me ujë në çdo lagje dhe në çdo fshat të Shkodrës? A janë kryer analizat e cilësisë ujit të turbullt që po vjen në qezma dhe ku janë rezultatet zyrtare laboratorike për sigurinë e tij? Sa janë humbjet reale teknike e administrative në rreth sot pas 20 milion euro investimesh? Ku kanë përfunduar fondet e investuara gjatë këtyre viteve dhe kush mban përgjegjësi administrative dhe penale për këtë dështim? Ujësjellës kanalizime Shkodër duhet mbajë përgjegjësi dhe duhet të furnizojë me ujë të pishëm qytetarët.